Në një material prej 15 faqesh, Këshilli i Ministrave ka shprehur qëndrimin mbi shkarkimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja. Pas paraqitjes së shkresave mbi vendimarrjen në dosjen që gjykata kushtetuese do të trajtojë në 31 tetor, qeveria shprehet se shkarkimi i Veliajt u krye në rrethanat kur kryetari i bashkisë ndodhet në pamundësi fizike për të paraqitur në detyrë prej datës 10 shkurt 2025 për shkak të masës arrest me burg. Pavarësisht kërkesave të përsëritura procedurale, gjykata ka lënë në fuqi masën arrest me burg për kryetarin e Bashkisë Tiranë dhe nuk ka pranuar heqjen e masës apo zëvendësimin me një masë tjetër shtrënguese që do të mundësonte paraqitjen në detyrë. Këshilli Bashkiak Tiranë ka konstatuar se mos paraqitja në detyrë në rrethanat e sipërcituara dhe për një periudhë më të gjatë se 3 muaj përbën shkak ligjor për të propozuar shkarkimin e kryetarit të bashkisë. Mëtej saktësohet se shkarkimi është bërë sipas ligjit për vetë qeverisjen vendore dhe konkretisht nenin 62 që parashikon këto raste. Fakti juridik i pamundësisë së paraqitjes në detyrë është fakt publik dhe vërtetësia e tij nuk mund të vihet në dyshim, po kështu nuk mund të vihet në dyshim shqetësimi i këshilltarëve bashkiak për dëmin e rënd që i shkakton nevojave të qeverisjes së kryeqytetit dhe interesit të qytetarëve të Tiranës, mungesa e zgjatur në detyrë e kryetarit të bashkisë. Këshilli Bashkiak ka propozuar shkarkimin si rruga e vetme ligjërisht e mundshme në dorën e tij, me qëllim fillimin e procedurave të mëtejshme për të rikthyer normalitetin qeverisës në Bashkinë Tiranë. Madje qeveria sqaron se ka ndryshim mes nenit 115 të kushtetutës, kur shkarkimi vjen për krime të rënda, dhe nenit 62 të ligjit për qeverisjen vendore që flet për shkarkim në rast të mungesës në detyrë. Kur ndodh shkarkimi për shkelje të rënda të kushtetutës apo të ligjeve të tjera, mbrojtja bëhet me instrumenta kushtetuese, gjykata kushtetuese, kurse për rastet e tjera, palët e prekura mund të shfrytëzojnë vetëm instrumentat administrative të mbrojtjes dhe t'i ngrejnë pretendimet në gjykatën kompetente administrative. Në fund, Këshilli i Ministrave shton se në këto kushte, gjykata kushtetuese nuk mund të pezullojë zgjedhjet, duke argumentuar se ankimi duhet bërë në gjykatën administrative. Me të njëjtat argumente, prapësimet i bori edhe presidenti Begaj, ku palët kërkojnë vijimin e zgjedhjeve në 9 nëntor. Erion Veliaj u arrestua në 10 shkurt në zyrën e tij, ndërsa i janë ngritur 13 akuza nga SPAK. Në 1 tetor, presidenti shpalli zgjedhjet, ndërsa i shkrye Bashkiaku përmes 2 kërkesave, kundërshton në gjykatën kushtetuese shkarkimin nga detyra dhe pezullimin e zgjedhjeve deri në vendimin përfundimtar.